Vjedhja e kapakëve të pusetave në fushkruj vazhdon të jetë një fenomen mjaft shqetësues, ndërsa nuk janë të pakta rastet kur heqja e tyre është bërë shkak aksidentesh. 2 net më parë në rrugët e fushkrujës janë vjedhur të paktën 20 kapak të tillë, duke i lënë vend problematikave të ndryshme si në qarkullim, ashtu edhe në jetën e banorëve. Tani shteti do të marrë masa bashkia për sistemimin se bjen njerëzit në puseta, rrezikohen kalamajt vegjë, plesh plaka. Edhe makinat bjen. Janë vjedh pusetat dhe ne vazhdojnë e bëjnë rregullisht këtë punë. Ke frikë me sa vjen kapak pusetat i marrin. Nuk kanë tu marr, nuk po marrin masa. Për pusetat të mburim aksidentesh, për fëmijët, për të moshumit, për njerëzit, për kalimtarët. Vjedhje ka patur edhe në lagjen Bakushe Visha e Adem Gjeli, por policia ende nuk ka arrestuar asnjë person, ndërsa kapakët e zhdukur duket se kanë përfunduar për skrap. Sipas shefit të shërbimeve pranë bashkisë Fushkruj, Naim Loci, zëvendësimi i kapakëve është bërë disa herë, por edhe policia duhet të bëjë punën e saj. Janë bërë disa herë zëvendësimi i tyre. Në bashkëpunim me policinë do të konkludojmë se edhe pikat e skrapit të jenë ndjeni që mos i pranojnë këto kapak pusetat të cilat janë të rrezikshme si për banorët ashtu edhe për mjetet e transportit. Vjedhja e kapakëve të pusetave shpesh është bërë shkak që mjaft fëmijë të bien në to.